Takimi me banorët e rajonit 1 në Vlorë ishte ndalesa e radhës e drejtuesit politik të Partisë Socialiste Bledi Çuçi, bashkë me kandidatët për deputet Brunilda Mersini dhe Piro Vëngu. Çuçi kërkoi mbështetjen me votë në 11 maj për të vijuar me projekte të tjera që e shndrojnë Vlorën në një nga destinacionet kryesore të turizmit në Mesdhe. Ky transformim, tha ai, nuk ra nga qielli, por është fal punës dhe vizionit të Partisë Socialiste, teksa përmendi disa nga investimet në këtë zonë të Vlorës, ku më kryesorja është rijetëzimi i zonës historike. Çuçi renditi 5 arsye pse duhet zgjedhur Partia Socialiste. Së pari është bilanci punëve që është bërë, së dyti janë projektet në vazhdim për Vlorën, si aeroporti, marinat e të tjerë, së treti është alternativa e opozitës me Sali Berishën në krye, së katërti është skuadra e Partisë Socialiste me Edi Ramën dhe së pesti është antarësimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Sidomos këtu në Vlorë, tha ai, nuk do njeri që ta shohë Sali Berishën në krye të Shqipërisë. Unë dua t'ju ftoj që në 11 maj të gjithë të shkojmë në kutitë e votimit dhe të votojmë numrin 5, Partinë Socialiste, sepse besoj që ka 5 arsye të forta, 5 arsye kokë forta. Arsyeja e parë lidhet me atë që ne kemi bërë për Vlorën dhe për gjithë Shqipërinë. Arsyeja e dytë lidhet me atë që ne do të bëjmë për Vlorën edhe për rajonin. Dhe pa diskutim që këtë transformim do ta vazhdojmë dhe do ta shtrijmë deri në rrugicat më të thella, deri në zonën që nuk është prekur akoma, duke çuar dhe rrjetin e ujësjellësit deri në ato zona dhe pa diskutim me rrugë dhe me ndriçim në çdo cep të rajonit numër 1 në 4 vitet e ardhshme. Arsyeja e tretë lidhet me ofertën e kundërshtarit. Oferta e opozitës sot vjen me një fytyrë që askush, sidomos në Vlorë, nuk do ta shikoj më në krye të punëve të vendit. Vjen me fytyrën e Sali Berishës. Arsyeja e katërt është pikërisht Edi Rama dhe ekipi socialist. Dhe ekipi socialist sot vjen me një ofertë të shkëlqyer në rajonin 1. Ne kemi një listë gjithë përfshirëse në rajonin 1, në rajonin tuaj. Ne kemi sjell këtu një grua si Bruna, një ato gra që nuk pret t'ia hapin hapësirat dhe dyert të tjerëve. Po i krijon vetë ato, i hap vetë ato dhe i bën me dinjitet çdo punë që i ofrojnë. Arsyeja e pestë lidhet me fatin edhe të ardhmen e fëmijëve tanë, e familjeve tona. Sepse në 11 maj ju do t'i jepni mandatin qeverisë që do e çojë Shqipërinë në Bashkimin Evropian si një vend me të